Shikues të Alma Press, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë agora. Duke qenë edhe në atmosferë festash, më shumë se sa një gëzuar, uroj që të kemi mençuri për të vlerësuar, respektuar dhe jetësuar sakrificat e atyre njerëzve që kanë bërë për të qenë ne sot këtu, megjithëse nuk e di se sa jemi në pritshmëritë e tyre për hir të vërtetës. Sot këtë agora, edhe në gjykimin tim personal, do ta ndaj me një shqiptar të mirë të këtyre anëve. Po jo një shqiptar të mirë në konotacionin slav të fjalës, por në të thënën dhe të kuptimin e versionit të parë të gjuhës shqipe. Ziadin Sela, faleminderit që je në agora me mua. Faleminderit për mundësinë. E konsideron veten një shqiptar i mirë në kontekst të kontributit politik? Me që e nisëm kështu dhe jemi në atmosferë festash. Po me që jemi në atmosferë festash, unë shfryzoj rastin fillimisht t'ju uroj të gjithë shqiptarëve e gëzuar, të na gjej çdo vit më të bashkuar, më të dinjitetshëm, më pranë njëri tjetrit dhe më afër atyre përpjekjeve të gjeneratave të tëra, edhe të rilindësve, por edhe të çdo shqiptari në mënyrë që ne të jemi ashtu siç na takon. Se shqiptarët e kanë kaq të vështirë të unifikohen dhe më pas e kanë akoma më të vështirë të rinë të unifikuar. Pse kanë të vështirë shqiptarët bashkohen? Për shkak të rrethanave që i kanë pasur në të kaluarën e tyre, për shkak të shumë elementeve. Natyrisht që një ndër format për ta mbajtë të shtypur një popull është një rregull i njohur, është ai rregulli e shprehja e famshme për çajin së ndo. Por nuk është vetëm ky rregull. Po pse më ka shpejt vlerë tek ne? Patjetër se duhet ta mbajsh pastaj edhe atë rregullin tjetër, që të vazhdoj dhe të funksionoj kjo përçaje së ndo me qëllim sundimi, do të vazhdojë një rregull tjetër, të mbjellësh një ide të një çmendurie kolektive. Apo dhe pse kanë ngel? Kanë ngel për shkak se ne jemi të bashkuar akoma. Shumë bukur e thon me një segment diku Ismail Kadare e thot që çdo shqiptar kudo që lind në botë e ka për detyrë që të bashkoj, të punoj për shqiptarët, sepse shqiptar është, apo jo. Dhe ore çast të punoj që të arrijë bashkimin kombëtar. Dhe kjo është e drejtë e natyrshme, thot, i dikujt që ka lindur shqiptar në këtë botë. Le të flasim pak për një bashkim politik në Maqedoninë e Veriut dhe po përqendrohemi tek politika shqiptare. Pse zgjodhet ti bashkangjitesh frontit evropian? Në politik duhet të parashikosh situatat, se si mund vinë, apo. E para punës që nuk kam qenë i thari më i madh i idesë që Alianca për Shqiptarët duhet të jetë vetë në zgjedhjet që ndodhen nacionale të vitit të kaluar. Po natyrisht në këtë përpjekje timen për të dalë vetë, më mblan vetë dhe pa mundësi për të dalë vetë. Dhe ne qemë detyruar që t'i bashkangjitemi një koalicion, i cili për hir të së vërtetës u bë nga nevoja, po që realisht ishte një rrugë që duhej ndjek në momentin që pritej që në qeveri të vijë një VMRO e fortë në numra. Çdo herë zgjedhjet në Maqedoni do të prodhojnë dy situata. Një situatë e cila faktorin politik maqedonas, kundërshtarët politik në numra do të jenë të barabartë ose me një balancë të ruajtur atje. Në këtë rast faktori politik shqiptar mund bëj luj politikash, kuptimin sepse është determinues faktori politik shqiptar ai i cili e bën 61-shin që është minimumi i paraparë me kushtetut për të bërë qeveria, apo? Dhe këtu pastaj bëhen më të realizueshme programi dhe platforma politike që ta votojnë qytetarët shqiptar. Se unë kështu e kuptoj politikën, premtim, platformë dhe ide që ta voton qytetari, dhe që ti kur je pjesë e ekzekutivit duhet ta realizosh, ose mos u bëj, mos rri pjesë e atij ekzekutivi. E në rrethanat tanishme po të flasim një gërm ma gjeni se ku ka realizuar një premtim koalicioni vlen. Por realisht
këto janë teza dhe tema që duhen t'i parashtrojnë mediumët. Dhe unë si politikan që dukem subjektiv, apo ky kundërshtari që kundërshton këto kundërshtaret e vetë politikë. Apo, aty është programi, aty janë gjithçka dhe një për një mund të pyeten se çfarë realizuan. Ndërsa situata tjetër që prodhojnë zgjedhjet është një diferencë dhe një balanc i prishur ndërmjet bloqeve politike maqedone, partive politike. Kjo është ai moment që ne jetojmë tani pas zgjedhjeve nacionale. Dhe këto situata kanë edhe këto zgjidhje. Dhe zgjidhja e këtyre situatave duhet të jetë unifikim i faktorëve politik të përfaqësuar në parlament, të gjithë së bashku përballë këtij mandatari me një fuqi kaq absolute. Apo. Dhe në drejtim kësaj, që nuk është vetëm një këndvështrimi imi për t'i dhënë një përgjigje pyetjes tuaj ose për t'i hiqë në një përgjigje tjetër, por është edhe qëndrim që e kam përsëritur në 100 ditën e qeverisë. Unë publikisht kam bërë apel së kohë që nuk është zgjidhje. Dhe ne nuk do vim te qeveria. Por ka ardhur koha që ju të vini dhe bashkarisht të bëjmë një blok të fortë opozitar shqiptar. Sepse në këto situata, ajo që do diskutohet kur je një blok shqiptar me një blok maqedonës, diskutohet rregullimi shtetëror. Diskutohen të drejta kolektive. Dhe jo poste ministrash, ezamencë ministrash. Unë presi veproj në politikë, unë para pëlqej të flas për ligje, para pëlqej të flas për premtime që u kam dhënë qytetarëve, para pëlqej të flas për platformë dhe program politik që duhet implementuar. Çështja e ministrave, drejtorave, këtyre pozicioneve për mua janë dhe do të vazhdojnë të jenë dytësor. Zoti Sela, nëse e shohim në formë fotografike, të gjithë rrjeshtin e atyre që nënshkruan këtë bashkëpunim në frontin evropian dhe më pas tek AKI, jeni të gjithë personazhe që keni pas goxha konfrontime në vite me njëri tjetrin, sidomos me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmetin. Dhe u duk të gjithë shtruan këtë pyetje si do ja bëjnë. Ka pas pushtetin asgjë personal. Absolutisht, në kontekst politik po flasim gjithkohës, nuk po flasim në kontekst personal. Dhe të gjithë po parashtronin pyetjen se si do bëjnë këta me njëri tjetrin duke i ditur diferencat tuaja. Çfarë ndodhi që s'bët dot më shumë se kaq? Unë kam kundërshtuar idenë që fronti evropian të riemërohet në ndonjë koalicion tjetër. E para punës unë shumë besojnë politikë me konzistencë. Në qoftë se është krijuar një koalicion që quhet Front Evropian, dhe i cili e kishte një mision, dhe ky mision duhet të jetë ajo që u shfaq si nevojë. E para ishte mbrojtja e të drejtës së votës të qytetarëve shqiptar, të zhvlerësuar në maksimum nga ana e kryeministrit të tanishëm Kristian Mickovski, i cili akoma po votuar shqiptarët. Një javë ditë përpara zgjedhjeve të 2024 zgjedhjeve parlamentare, shkoi në Selinë e Vlenit dhe u takua me Arben Taravarin dhe tha, ky do të jetë partneri im i koalicion. Apo? Kjo të ngjan, Vleni do jetë në qeveri. Apo? Kjo të ngjan me koalicion parazgjedhor. Unë s'kam se si e cilësoj ndryshe, zgjedhjet akoma nuk ishin mbajtur. Ndryshe, mesazhi që jepet ishte po njëjti shëmtum. Se ky lloj mesazhi është sikur ti ulesh çdo shqiptari në 4 sy dhe ti thuash voto si duash se s'pyet kërkush. Pra një kompromis para prak. Unë kam vendos se kë do marrin qeveri. Realisht kjo ishte ajo që edhe i rriti një sasi të votave të Vlenit ndërmjet dy randeve, kur veç më u pa që mandatari do të jetë nga VMRO do PMN-ja. Apo, dhe në këtë drejtim, unë mendoj që fronti bëri një gabim. Këtë rrugë të mbrojtjes së legitimitetit, kur duhet të hapur shumë temë, sepse një ndër temat që hapën po e vazhdoi idenë aty ku e nisi emision. Ç'është vota? Fundit. Është sovranitet i qytetarit, është bindje e qytetarit nëpërmjet së cilës ai shpreh vetveten në kutinë e votimit. Po vota është shtëpia, vota është shkolla, apo? Po vota janë edhe fushat edhe malet. Ku ne vendosim vetë
për përfaqësuesit tanë që do në përfaqësojnë, po them, në fushgropën e Strugës, e në fushën e Pollogut, e në, ku di unë, në Kumanove, në Shkupe, gjithandaj. Pra vota është pushteti qytetar që jep pushtet mandatarit. Po figurativisht e përkthyer është edhe territorin që mbulon ti me votën tënde. Apo. E mi që maqedonasit e kanë zgjedh territorin, këto e kam thënë edhe në fushatu, se ku e shprehin sovranitetin e tyre, atëherë duhet na tregojnë ne me që s'po respektojnë legitimitetin tonë. Nga ana tjetër gojen e kam plot me thirrje për të ruajtur karakteri unitar i shtetit, apo? Dhe ti e merr Tetovën dhe e respekton vetëm votat e maqedonëve dhe nuk i llogarit shqiptarët, apo? Ti duhet në tregosh zgjidhje. Ku është territori në të cilin unë duhet ta shpreh këtë dalëzotësi ose këtë sovranitet që unë e kam si shqiptar këtu. Tendencat ishin që ne të vazhdojmë dhe Fronti Evropian të mbrojtë legitimitet, e kemi për borxh edhe me protesta qytetare të shqiptarëve në Maqedoni, dhe pastaj ose të rregullohet kjo e drejta sovrane e jona se ku duhet ta shprehim në cilin territor, e në qoftë se nuk rregullohet kjo me përfaqësim në ekzekutiv, atëherë duhet gjetë forma tjera se si duhet rregulluar kjo. Po kryesorja dhe e para për të arrit një vetëdijsim në mënyrë që të bësh një kauz është revolta qytetare, protestat në mënyrë që të bëhet temë diskutimi. Në vend të kësaj, ne zgjodhëm rrugë tjetër fatkeqësisht, si Front Evropian, rrugë nga e cila unë u distancova në kuadër të frontit. Votuam ligjin për qeveri të propozuar nga mandatari Kristian Mickovski, i cili donte shumicë të cilësuar për 2/3, dhe deputetët e Aleancës për Shqiptarët janë distancuar dhe nuk kemi votuar një ligj të tillë. Kemi thënë, ne mund votonim një ligj të tillë, por me rregullin me që qeverisi duhet 80 deputet, atëherë parimi duhet të jetë 80 për gjithçka. Çfarë në kupton 80 për gjithçka? 80 për ndryshimin kushtetues. 80 për gjuhën shqipe, që të hiqet definicioni i 20%. 80 edhe për këtë të mbrohen interesat të gjithëve që kanë, po, qeveria që zgjerohet, po 80 edhe për rregullin që të rregullohet ky momenti që e thash i shkeljes së legitimitetit. Fronti Evropian natyrisht që duhet të mbrojë të ndal hovin edhe të zhvlerësimit ose heqjes së balancuesit. Pse nuk ja dolët dot? Sepse nuk arritëm që të sensibilizojmë sa duhet ose menduam që nuk do e bëjnë dot. Dhe ka një temë tjetër tani. Po ju jeni me aq eksperiencë politike sa mos të mbështeteshit në hamendje. Dakor. Kjo hap një temë tjetër, se unë nuk bëj pjesë ka ato politikanë që i quaj, po di unë, tabu temë dhe të mbyllur as të drejtat e shqiptarëve, por as marrëveshjen e orit. Sepse marrëveshja e orit, që një ndër elementet bazë ka pengimin e majorizimit. Dhe sot, mbas 24 vitesh, apo, ne themi që po janë bërë të arrirat mëdha, një segment ndoshta, kemi ca të punësuar më tepër se ç'kemi pas, por jo në cilësinë që duhet t'i kemi, jo në nivelet që duhet t'i kemi. Por edhe në qoftë se themi që Badenteri është i implementuar tani më si pjesë e marrëveshjes së orit ose pengesa e majorizimit nëpërmjet votës së dyfisht, edhe kjo s'është e vërtetë. Dhe ky vit që kaloi na dëshmoi këtë, votimi për balancuesin na dëshmoi këtë. Për shkak se kupola e vendimarrjes, ku ti mbivotohesh ose majorizohesh, na pas kështjen, jo parlamenti, jo këshillat e komunave, po qenka gjykata kushtetuese. Sepse ti çfarëdo vendimi që sjell në parlament dhe çfarëdo lloj vendimi që do sjellësh nesër në këshillat komunale. Në qoftë se nuk e ke shumicën e Badenterit për të vendosur me Badenterin në gjykatë kushtetuese, ai në çdo moment, edhe mbas 1, 2, 3, 5 dekadash ai tarxon atë ligj, apo. Kështu që ti vetëm për kohësinë ke siguruar dhe
jo përjetësin, këtu në tokën tënde. Flas në aspekt të ligjeve që duhet të bëjnë të ndihesh i mbrojtur. Apo një element tjetër që mund merremi, po ja arritëm sensibilizoj mjaftueshëm për ligjin për gjuhën, dhe vetëm se u fitu në kohë. Se përsëri po riaktivizohet. Gjykata fituat një betejë. Paralajmëron që përsëri do të diskutojnë lidhje me ligjit për gjuhën. Unë mendoj që po njësoj duhet i përgjigjemi. Nuk kemi nevojë si front, po mundemi si aleancë, si BDI, por si shqiptarë mbi gjitha, përgjigjen për gjuhën duhet ta japim si popull, dhe jo si individ të veçantë. Me një fjalë, jam bërë shumë gabime në hapa. Me krijimin e aleancës kombëtare për integrim, unë kam qenë kundër sepse s'është vazhdimsi. Diçka që s'është vazhdimsi dhe bëhet vetëm për nevojat të zgjedhjeve lokale, përfundon me zgjedhjet lokale. Pastaj, aktorët politikë që e bëjnë aleancën kombëtare për integrim, më thuaj, AKI-n, a janë bashk edhe në frontin evropian që është koalicioni që sot e kësaj dite funksionon në parlament? A janë po të njëjtët aktorë te fronti evropian? Jo. Te fronti evropian ke aleancën Zjadin Selën, ke Ali Ahmetin me BDI, ke Skënder Recepin Zejt me Lëvizja Popullit, Zjarjanit Hoxha si është sjell tash mbas zgjedhjeve lokale, nuk kam informacion se se kam takuar, apo dhe parti tjera që ishin aty. Nuk e ke Erben Taravari, apo. Ndërsa në AKI e ke Erben Taravari. A ka problem? Jo, po prandaj themun, në qoftë se je pjesë e një kauze, e një rrugtimi, nuk mund të jesh në dy koalicione. Se kjo është shtirit. Kjo është krijosh mjegull dhe haos, ashtu në një situatë haotike. Po pse nuk dolet në atë moment? Të popullit. Dhe tani, në këtë situatë, nuk mund funksionojnë gjërat në këtë formë. Në këtë tranzicionin... Fadiona, tani ja po të them edhe një gjë tjetër. Pse hyt tek AKI atëherë? Me që e I kam dhënë mundësi dhe i kam shpreh qëndrimet e mia që është gabim. Fronti duhet jetë i hapur për gjithë secilin që do të bëhet pjesë e frontit. Me ato kauza që i ndërtuan brenda një viti dhe që duhet të jenë vazhdimsi. Dhe jo tani të zaventsohen me kauza tjera, nuk e di për kapriçot e kujt. Apo, në qofse ke zgjedh një rrugë gabuar në politik, më e ndershme është të dalish dhe të thuash gabova dhe duhet me orientu në rrugën që duhet, se sa ku diun të bësh kapriço emrash se si do të quhen dhe të bësh dëm. A e dini cili ishte veprimi i pari, si ta quajtani, AKI apo Fronta BDI? O BDI po i them. Si të doni se ju e njihni më mirë. Veprimi i pari i BDI-s pas zgjedhjeve lokale të raundit të dytë, e dini kush ishte? U dërhoq, a e ndrua, nuk e di se s'kam qenë në mbledhje, koordinatori i grupit parlamentar të Frontit Evropian, zoti Blerim Bexheti, apo, dhe u zaventësua me zonjën Rina Hajdar. Apo, sot e kësaj dite që po flasim ne, unë as jam konsultuar, as jam pyetur, jo sepse më mungon respektin dhe i zonjës Rinën, respekt maksimal. Apo. Po më thënë, ka edhe hatërmbetje personale. Po nuk është e para. Është e fundit. Sepse nuk mund të trajtosh një partner koalicioni në këtë formë. Të paktën, një mendim i qel një telefon dhe i thua si mendon, ne në dha dorëheqje, ose e larguam, ose dha dorëheqje, nuk e di çka ka ndodhur. Po si mendon këtë zgjedhim për shef grupit parlamentar, se shefi grupit parlamentar simbolikisht është edhe shefi im. Si kur edhe të mos jem kryetar partie, unë kam të drejtën që ta dini gjë të tillë. Apo. Po ka edhe një element tjetër. Për të bërë një shefi grupit parlamentar duhet nënshkruhen deputetët. Dhe nuk është lajmëruar kërkush të kërkojë as nënshkrimin tim dhe deputetëve të Aleancës për Shqiptarët. Tani, këto mesazhe, çka janë? Një bekteshe merrveshje, thonë, apo? Kur të gjitha këto kauza nuk arritët që ti shtyni përpara të gjitha ato që ju në numëruat, si një koalicion goxha partish, mendoni se mund t'ja arrini vetëm? Po, s'ka asgjë të keqe.
Unë e përmenda në fillim të emisionit që unë kam qenë ndërithtarët e idesh që ne duhet garojmë të vetëm në zgjedhje. Pastaj rrethanat mi sollën në formë të tillë, se unë si isha kryetar partie atëherë, ishte Arben Taravari, që më lanë pa vula dhe s'kisha në i farforme Alianca për Shqiptarët e udhëhequr nga unë, edhe gjatë periudhës që ishim bashk, e përgatiti ndryshimin që pastaj këto tjerët e grabitën dhe pastaj ka dalë një ndryshim i deformuar, i çpërfytyruar, që s'është ndryshim. Se realisht po të shohësh eksponentët që janë në kuadër të Vlenit, sot ndryshime dikush paraqet. Nuk du të keq kuptohem se ku kam nis fushatën anti-BDI, po flas një realitet. Dikush është realiteti sot. BDI-ja është edhe në pozitë edhe në qeveri. Apo? Ajo mendsi. Flas për mendsi. Po kështu i vjet jeni dhe jo. Dhe këta nuk mund ta quaj. Edhe Alianca është edhe opozitë edhe qeveri. Jo, nuk është. Jo, po nuk keni njëta mendsi, po keni dhe ju një përfaqësues. Jo, nuk është për shkak se ai përfaqësues që ju e apostrofoni nuk ka jetuar në realitetet tona. Dhe ai është një përfaqësues, po thirret tani secili mund thirret në çfarë të dojë. Por ju nuk e ndjeni pjesë tuaj në vetë. Po, asesi. Por në ndërkohë që vazhdon edhe një sistem që të mundsoj se cilin thirret në diçka që nuk i takon. Apo? Unë mësëshë me them, nuk më takon BDI-ja. Nuk më takon. I takon njerëzve të cilët kanë dhënë kontribut atje. Dhe ne patjetër se duhet i vendojmë brenda këto rregulla brenda për brenda shoqërisë, në qoftë se duam të kemi një shoqëri të shëndosh. Po tezën e kisha që realisht ato janë përfaqësuar edhe andej edhe këndej. Mendësia, flas për mendësi. Tani, në qoftë se një shoqëri duhet të hecë drejt hapave të ndryshimit dhe të çdo ditë më afër me normat e një demokracie. Gjëja e parë që duhet ta përjashtoj është mashtrimin, fenomenin e mashtruesve në politikë. Apo. Dhe mashtrues politik unë i quaj gjithë ata të cilët paraqiten si ndryshe nga çka. Tani për shembull, mashtrimi i madh është t'ia drejtosh gishtin zjatin selës dhe t'i thuash 20 vite qeverisja juaj. Dhe këtë mashtrimi është akoma më i madh kur këtë ta bën 20 me gjithë. Se ato 20 vite janë tati. Po njësoj është mashtrim kur ta drejton gishtin Bilal Kasam. Se dhe i një 10-12 vite është pjese e ati 20 vjeçari, apo jo, bashkë me këto aktore të tjerë politikë. Po si do që tjetë, këta nuk e them për të nxitë grindje, por për tregu realisht një realitet. Po, zoti Sela, nëse ju nuk pranoni drejtim gishti për akuza të këtij 20 vjeçari, në gjatë fushatës ju jeni thirrur në sukseset që i ka pas ky 20 vjeçar. Konkretisht. Që i bie a vjen sikur kjo është e përgjithshme. E përgjithshme, po. A i vjen sikur bashkëndani sukseset, por refuzoni akuzat? Unë mendoj që në fushat nuk është që kam mbajt ato qëndrime të cilët ju i thoni. Unë më tepër kam folë për fenomenin e të ardhmës shka na pret. Një sukses i Kristian Mickovski, sepse ky është sukses i Vlenit, është i Kristian Mickovski. Bi dakord, këtë kam thënë edhe në fushat. Dhe këtë e thonë gjithë aktorët politikë, është në që të prish organizimet politike të mirëfillte tradicionale shqiptare, që janë BDI-ja, PDSH-ja, Alianca për Shqiptarët, që pak a shumë ka të njëjtin brum elektoral PDSH-s që e kanë pas të përbashkët, dhe të të zhvlerësoj, të krijojë, të japë fuqi politike, duke shfrytzuar zgjedhjet lokale, disa krijesave politike të cilët janë gatuar në zyrat e VMRO DPMN-s. Dhe këto gjëra i kam thënë publikisht. Rikthehemi te përça dhe sundo. Po, e kjo ide e gjithë. Qëllimi final i kësaj përsëri nuk është vetëm mbijetesa e këtyre subjekteve politike. Nëse keni parasysh propagandën kundër figurës së politikanit shqiptar, pa dash unë bëj gjyqin të ndonjë figure publike, sa është e pastër ose e ndyrë, nuk e marrë të drejtë, apo? Por fenomeni që ndodh, që duhet të nxihet figura e politikanit shqiptar, kushdo qoftë ai, korrupsion, krim,
e këto gjëra që vazhdimisht bën përpjekje establishmenti politik maqedonës, ndërkohë që realisht korrupsionin nga ata e kemi. Unë nuk them që duhet arsyetuar edhe ky korrupsion i vogël këndej, se duhet luftu si andej si këndej, po jo vetëm të merret dhe të nxirret në si qytetar vetëm ky segment i vogël i politikanëve të korruptuar, apo po të nxirren të gjithë. Duke shtuar kësaj, pastaj edhe idet tjera, këto joshjet me pushtet që zjadini dhe hyje dhe bëhet pjesë e qeverisë e gjithë. Kam shumë kujdes në këtë drejtim, që në fundit ne nuk na duhen pozicione ministrash e kryeministrash, por na duhen sistem i cili do të na bëj të mbrojtur pa marrë parasysh kush është kryeministri i cili do udhëheq vendin. Zoti Sela, mes idealizmit dhe pragmatizmit, le të flasim realisht. Si mendoni që do të arrini ta mbani mbas vetes të elektorat duke qenë vazhdimisht në opozitë? Se shembujt janë që njerëzit në funditës kanë filluar të bëhen pragmatistë. Tani unë du t'jem si do ruani balancën e idealizmit me pragmatizmin? Pse i thoni pragmatizëm? Kujt i thua pragmatizëm? Që njerëzit pranojnë pa pushtetin. Kam nevojë për një vend pune, dhe do shkoj do e shes votën ti, ose kam nevojë për 6.000 denar. A nuk ka ndodhur? Po, jo ndodh për ditë. Po pse e zbukurojmë, ose e themi me një term që është i pakuptueshëm. Po si do i bëni ballë ju? Pragmatizëm, apo ose klientelizëm, o shitje interesi. Dhe është një cikël vicios në të cilën të hyn dhe s'del kurrë. Unë jam mundu si do i bëj ballë. Thjesht, unë du t'jem vetvetja në opcionin politik të cilin e përfaqësoj. Unë du t'jem e vërteta, që duhet thënë nga dikush pa marrë parasysh ai merr shpërblimin apo jo, se nuk e bëj për shpërblim, në fundit. Unë du t'jem opcioni i pastër. Dhe ne kemi bërë ballë për sa kohë nuk më shfaqen ca krimba që më shkatruan brenda organizimin politik. Dhe unë kam besim ke shqiptarë. Dhe unë jam shumë i vetëdijshëm që një pjesë e shqiptarëve janë zhgënjur me veprimet e mia politike të vitit të kaluar, por që kanë qenë të detyrueshme, jo se i kam bosh dikujt, po për të ruajtur një bërtham që do të jetë vetvete dhe do ta thotë të vërtetën, si në vërtet, ti them atij të riut. Por e kuptoj që ti ke drejtën në një vend e punë. Por ti s'ke asnjë drejtë në emën të vendit punës tënd. Ti mbyllish me qindra vende punë dhe tjerë për bashkëmoshatarët tuaj. Se kjo është kur ti bëhesh pragmatik, si keni qejf ju ta thoni, dhe tani thua, okay, unë do realizoj një interes dhe do e marr këtë vendin tim të punës, dhe nga ana tjetër pamundson që ne ti marrim shumë vendet e punës, duke votuar një subjekt politik i cili është i damshëm për atë që quhet e përgjithshme, e jona, kombëtare, apo. Nëse ne do votoni me idenë ashtu siç duhet, ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, unë kam pjesë të kauzës prej se ekziston alianca për shqiptarët. Jo këta që thonë këto që thirrën në emën të aleancës, që njëri është këshilltari i Gruevskit, kur unë vritesha rrugëve të koridoreve të parlamentit, e tjetri, ku di unë, Bruksele, ku di unë ku ka qenë, që thirrën, që thatë ju, apo, në emën të aleancës, këto nuk e kanë idenë se për çfarë ligji flasun. Unë nuk flas për ligj që do të bënte të ligjshëm tani më keq përdorimin që i bëheshte balancusit, duke ruajtur atë vlerën universale, kushtimisht thënë, se s'është universale, por vlerën slave greke të shekullit 19 për të vetë deklaruar. Kjo fjale vetë deklarimit, koncepti i vetë deklarimit, është një gjenezën e asimilimit të shqiptarëve krishterë në Greqi. Është në gjenezën vetë deklarimi të asimilimit të shqiptarëve ortodoks Maqedonie, në Serbie, në të gjithë Ballkanin. Kjo ka qenë formula, se cili ka drejt të vetë deklarohet. S'ka më drejt vetë deklarohet, unë kur babe nën kam pas shqiptarë. Kjo ka qenë formula, se cili ka drejt të vetë deklarohet. S'ka më drejt vetë deklarohet, unë kur babe nën kam pas shqiptarë. Kjo ka qenë formula, se cili ka drejt të vetë deklarohet. S'ka më drejt vetë deklarohet, unë kur babe nën kam pas shqiptarë.
e çfarë do që të deklarohem, ato tjerë do thonë ja i shqiptari atje. Apo. Kështu që të njëjtën gjë bëjnë këta me ligjin për përfaqësinë të drejtë adekuate. Dy nene. E prandaj vota dhe një koncepti politik të gabuar që ju e quheni pragmatike të vjen në një situatë akoma më të keqe nesër se sa jemi sot e që ishim dje. Prandaj, këtë unë shpesh mundohem të jap kurajo vetës dhe them që është e i ligji famshëm i Marfit, në qoftë se gjërat shkojnë për keq, mos u mërzit, se do bëhet akoma më keq. Në paktën mos mërzitemi në këtë segment. Unë po ju ndiqja me shumë vëmendje me të gjithë kontestimin për terminologjinë time të zgjedhur, po ju ma dogjet një pyetje në fakt, duke ju referuar unë terminologjisë tuaj që përdoret për ish bashkëpartiakat, që do të thotë ndonjë probabilitet sa do i vogël për të rikonfiguruar hartën e aleancës dhe për ta kthyer në atë që ishte, nuk ekziston. Po pse mendoni që ato që apostrofova unë janë ndonjë element i rëndësishëm i aleancës? Ata kur s'kan qenë element i rëndësishëm? Ata mund të kenë qenë elemente të rëndësishëm pushtetesh. Aleanca s'është pushtet. Aleanca është ideal. Me që ju pëlqen drejt për drejt në gjuhën shqipe, ju drejtohem do ketë një pajtim mes jush dhe zotit Taravari? A mund mbajmë në tituj të ndryshëm për të njëjtin veprim? Për shembull, për të njëjtin veprim që bëni zoti Taravari si vjet, vitin e kaluar unë quheta tradhtar po nga ai. Apo. Tani, veprimi është i njëjtë. Ka detaje, unë s'kam pas gjithje për shkak se s'kisha vull, se po të kisha do kisha garuar vete dhe atëherë jo se jam kundër kësaj asaj, po kam respekt. Ndaj, ati 20 vjeçari, jo nga ndonjë politikan, po nga jo shtresi qytetarëve që 20 vite ka besuar në ideal, kam besuar në një politik bërje ndryshe nga ajo 20 e ca vjeçari që ishte, edhe pse është jashtë, edhe pse mund të jetë kërcënu, përsëri ka rezistuar. Do të kesh respekt për atë. Apo. Por sido që të jetë, po quajmë që veprimi ishte njëjtë. Përfundimi ishte, unë përfundova në koalicion me BDI-n dhe Erben Taravari në koalicion me BDI. Tani, nuk mundet kur unë përfundoj të quhet tradhti, dhe kur ai përfundon të quhet patriotisëm. Sepse kështu u shit. Kështu që, fillimisht më drejt për drejt. Le të del zoti Taravari, dhe le të thotë, unë jam tradhtari i radhës, pas Zjadin Selës, që e bërat njëjtin akt të Zjadin Selës, por unë i till jam. Ose le të del, e dyta është që unë e kam pas gabim asë kohë, kishte pas drejt zoti Selë, dhe kërkoj ndjes dhe tulen ta bëjmë parti. Ma kujtoni një rast kur një politikan shqiptar ka dalë dhe ka thënë ka pas të drejt tjetri, unë e kisha gabim? Nuk e ka pa tjetër, por atëherë edhe nuk mund të ulesh dhe të bashkohesh. Okej, përgjigjen e morëm. Po të lutem sepse unë nuk jam këtu, e dini si. Unë mund falë diçka që është e imja. Zhgënjimi që i është kriju por jo edhe një masë për tjetër. kazëve të mi, unë nuk kam drejt që ta falë. Unë duhet t'ju kërkoj falje aty. Edhe po ta marrim edhe, ku di unë, një mik tjetër në këtë tendencën për të na bërë bashkë, më morë shembullin e Mojsi Velenit. Me tradhtit brenda llojit. Ashtë. Dhe i tha, ja dha shpatën Skënderbeut, e tradhtoi dhe ul në 2 gjunjë, dhe i tha tradhtova e Skënderbeu e morë për dore. Dhe mbajti në krah të tij dhe kur nuk e tradhtoi më. Në kohët moderne, ju përgjigja, thash edhe unë to përkërkoj shpatë. Sepse akti i uljes në gjujë dhe dhënjes shpatës, ai tjetri thot, unë kam merituar që të mpresish kokën. Apo? Dhe thënë është akt konkret që tregon që me të vërtet është bindur në rrugtimin e gabuar të tij. Dhe vetëm duke arritur në këtë nivel, natyrisht që ai që ka njerëzi,
të merë në krah dhe din që nuk e përsërit më. Apo? Dhe unë shdo këtë kam thënë. Jam përgjigje, kam thënë, po të kohët e sotme shpata është bëvula e partisë, që është simbolika, që ti dëshmon që me të vërtet je penduar, jo për nevojat e mia, po për nevojat e gjithë atyre përkrazëve, të cilët i kemi pas. Dhe na kanë ndetë brava, të atyre të vërtetve nuk flas për ca se do bëhet nami, po përdora një term që zoti Ali Ahmeti e përmendi në konvent. Po s'ka gjë se keni dalë goxha bashkë. Unë kuptua tani, apo se të tillë ka çdo herë. Zagar që vrapojnë pas pushtetit, ke plot, çdo herë, apo. Do me thënë, ne erdhëm sërish tek pyetja ime e fillimit pse e keni kaq të vështirë të kapërceni diferencat për të bashkuar. Probleme me Vulën, Selin, bindjet, faljet, mos faljet, aleanca e Zjadin Selës. Ku do jetë tashmë? Si do e vazhdojnë rrugtimin politik? Aleanca e Zjadin Selës do tjetë aty ku do t'jape rolin shqiptar. Fillimisht me përkrahje, me strukturim të saj. Kjo është sfida që na pret ne si subjekt politik, të strukturojmë partinë në çdo nivel organizimi, prej në dege, ashtu 2026 ne kemi vit kongresi. Do bëni një Vulë të re? Jo, unë vazhdoj përpjekjen për ta fituar partinë. Në qoftë se shqiptarët mendojnë që Aleanca për shqiptarët që unë kam udhëhequr ka qenë një vlerë, ne mendojmë që është një vlerë, prandaj punojmë. Dhe ne mund ta dëshmojmë me veprime konkrete, se pse është vlerë. Kërkush se drejton do të gishtin për një veprim gabuar që ka bërë Aleanca për shqiptarët gjatë tyre viteve. Kemi ditur bëjmë edhe Aleancë, kemi ditur edhe përkrahim edhe ligje bashkë, pa qenë nevoja që të ulemi të merremi vesh, sepse brenda nesh ne kemi zhvilluar atë instinktin se nga duhet lëvizim, si popull, si qenje kombëtare, dhe andaj kemi lëvizur çdo hap. E ku do jemi? Në politik, ti je atje ku janë votat, atje ku ke përkrahje. Me që jemi tek votat, a i ka krijuar Maqedonia e Veriut para kushtet, le të themi, nga të gjitha situatat që mund t'i kalkulojmë për të shkuar ndoshta edhe në zgjedhjet parakoshme? Maqedonia e Veriut, përpara se shkojnë zgjedhjet parakoshme, duhet marrë detyrimet që ka marrë përpara faktorit ndërkombëtar, sidomos para Bashkimit Evropian. Do i marrin? Po në rrethanat se si po zhvillohen situatat politike, unë nuk shoh që do i marrë, për shkak se kam parasysh qëndrimet e forta të kryeministrit, heshtjen qyqare të partnerëve shqiptar në koalicion sa herë që ai e ngre zërin, apo. Ndërsa dhe si pasojë e kësaj unë nuk shoh që do të bëhen ndryshime kushtetuese. Realisht, ndryshimet kushtetuese duhen bëjo nesër po dje. Apo. Ndryshimet kushtetuese ishte obligim i marrë ndërmjet aktorëve politik aso kohë, unë jo kryetar, si ishte Arben Taravari. Përpara se të nisin këto ndarjet para zgjedhjeve, ku vetë nga Arben Taravari jam informuar që janë nënshkruar zoti Ahmeti, zoti Taravari, Bilal Kasami, Zek Mexhiti, Afrim Gashi, më numërova gjithë, që kërkues bëhet pjesë e qeverisë pa u bërë ndryshimet kushtetuese. Unë prandaj përmenda më herët, mashtrimi është fenomen shumë i madh, shumë i keq politik. Në perëndim s'ta fal kush mashtrimin, apo. E tash të ne mashtru si shpërblehen, fatkeqësisht. Me gjithë të zotim të marrë, kjo nuk u bë. Pastaj, e prandaj mendoj që unë nuk shoh ndonjë shkak tjetër pse duhet shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vetëm në qoftë se shkohet që zgjedhjet jenë një garë për dëshmu kush fitoi, kush humbi, ja si ja bëri, ja çfarë ja bëri, po çfarë do zgjidhim? Në qoftë se do krijojmë një situatë të ngjashme, sepse fatkeqësisht i vetmi subjekt politik i organizuar në Maqedoninë e Veriut sot, për momentin që flasim, është vetëm i. Është VMRO Dovmani. Me një shtrirje dhe me një përkrahje absolute
tek Maqedonasit, me një parti konkurruese që është akoma shumë larg për t'i kriju një konkurencë. Me SDM-ja? Po, VMRO dhe PMNS, apo? Dhe kjo do t'jap komoditetin VMRO-s që përsëri t'i bëj lojat si do ai, me cilët aktor politik të do ai, për thelluar akoma më tepër shkeljen mbi legjitimitetin që do t'u bëhet shqiptarëve, dhe të vazhdoj përsëri ta mbaj vendin në izolim, atë për çfarë shërben. Po unë një gjë e di, pa folur për rrethanat e Maqedonisë, po për çdo vend në botë. Sa më i fort koalicioni qeverisës në numra, aq më i dobët liria e qytetarit në bazë dhe votuesit. Çdo demokraci është funksionale dhe qytetarët kanë më tepër liri, sa më e brisht jetë shumica qeverisës e që qeverisë. Që ne si shoqëri, e sidomos si shqiptar, nuk duhet t'japim kontributin tonë, në mënyrë që të krijojmë të fortë të politikës, sepse kur flas për cënim të lirive të qytetarëve, në realitetin shqiptar, këtu në Maqedoni, kur ke kryeministër me potencë të fortë politike, vjet fishohet shkelja e kësaj lirie. Tani, si një politikan me shumë eksperiencë, tabloja që më bët tani të Maqedonisë duket si pa drejtim, sepse nga njëra anë zgjedhjet parakohshme nuk shkojnë. Nga ana tjetër legitimiteti shqiptarëve shkelet, nga ana tjetër ndryshime kushtetuese nuk kemi sepse kryeministri Mickovski qëndron tezave të tij deri nacionaliste mund të themi. Pa bërë këto ndryshime, Maqedonia e Veriut nuk hapron drejt Bashkimit Evropian, sepse këtu ka ngecur puna dhe prej në 2005, jemi në 2025, 20 vjet Maqedonia qëndron në këtë status quo. Maqedonia e Veriut çfarë do bëhet? Se duket sikur të gjitha dyert janë mbyllur. Mallkimi i Maqedonisë së Veriut është gabimisht mendohet që mallkimi i këtij shteti janë kujdiun shqiptarët ose të tjerë ose të tjerë. Janë vetëm që politikanët Maqedonës, të cilët kur nuk e patën vizionin për ta parë Maqedoninë se si do jetë projektuar në një të ardhme, por kam parë çdo herë Maqedoninë si plaçk për ta plaçkitur dhe për të bërë milionat për vete. Kjo është tabloja e vërtet që duhet fol përpara qytetarëve. Dhe jo ku di unë i drejtor i Bashkimit Demokratik për Integrim atje që pas ka keq përdorur në disa qindra mijë euro, po janë miliardat e çdo eksponenti që ka udhëheq qeverinë e Maqedonisë së Veriut dhe që sot bëjnë biznese dhe janë të lirë. Apo, ky është mallkimi i vërtet i Maqedonisë, nuk janë shqiptarë. Kështu që në këtë drejtim, ky nuk bën përjashtim ky kryeministri tani nga paraardhësit e tij. Mungesa e vizionit dhe mungesa e besimit që Maqedonia mund të projektohet në një të ardhme si shtet i barabartë ndërmjet dy kombëve kryesore, shqiptarëve dhe maqedonëve, është ajo që bën që këto mos kenë vizion, sepse kur flasim për ndryshimet kushtetuese dhe tema që trajtohet, unë realisht nuk shoh që brenda kampusit politik Maqedonës, po zhvillohet një debat real. Atje flitet për rreth 200.000 Maqedonas që kanë marrë në shtetësi bullgare. Dhe thonë, po jo, nuk janë bullgarë ata, po e bëjmë për shkaqe ekonomike. Apo, në rregull. Po besoj këtë që e thonë këta. Me që e bëjmë për shkaqe ekonomike, e bëjmë për shkak se Bullgaria ka pasaportë evropian. Apo. Ti tani, pse nuk e parandalon duke futur të shtetin shkak tënd ekonomik, duke fut Maqedoninë në BE dhe të ndërpresish me që qenë ka për shkaqe ekonomike. Apo. Po përkundrazi, ti krijon një situatë në të cilën Maqedonia, në qoftë se vazhdohet me këtë ritëm, do të ngelet i vetëm njollë e zezë në Ballkanin perëndimor, siç kanë qejf tani ta quajnë. Dhe Maqedonia, në qoftë se ngele vetëm njollë e zezë e pa integruar në e Ballkanit perëndimor. Apo? Atëherë, dhe Shqipëria integrohet në BE, atë ç'do bëjnë shqiptarët? do marrin pasaporta shqiptare. Po. Jo vetëm për shkaqe ekonomike, por edhe për ekonomike. Dhe Maqedonia do përfundoj në shtetin
me shtetësi bullgare dhe shqiptare. Apo? E tani, unë në këtë lloj analize, sa rrit ta kuptoj. A e ka luksin Maqedonia e Veriut ta rrezikoj këtë, ta provokoj këtë përfundim? Po si ti pëlqej, se mu ky nuk në i variant i keq, po për këtë let kujdesen. Jo, për ne nuk është variant i keq, po them për palën tjetër. Po për këtë let kujdesen këto që rrahin gjoksin dhe thirrën në patriotizmin e madh të tyre që po ta shohish në esencë. Është e kundërta e patriotizmit. Unë kam thënë me një emision në Gjuhë Maqedone, rreth zgjidhjes së kontestit bulgaro-maqedon, unë nuk shoh ndryshim nga qëndrimi i Radevit dhe i Mickovskit. Se po njësoj Radevi nuk i deshi bulgarët në preambull të Maqedonisë. Sepse e ka qartë që pika ndarëse e një identiteti, kur pretendon që është i njëjtë me tëndin, e dini kush është? Kur ja mundson tjetrit ta shprehë identitetin e vet, ose kur ti i thua qartas në dokumentin kryesor shtetit që ka Maqedon dhe Bullgar. Dhe kur ka dy, s'mund t'jenë të njëjtë. Tani, ky lloj mungese vizioni ose tendence për ta mbajtur të Maqedoninë në një asgjë, sepse sa më afër BE-s, aq më tepër shtet ligjor, apo. Sa më afër BE-s, aq më pak shfrytëzim. Dhe më shumë kontroll. Po pra, më shumë kontroll. Aq më pak shfrytëzim të tatimeve të shqiptarëve që nuk kthehen, por edhe të popujve tjerë që nuk kthehen në formë të investimeve. Sa më afër dhe sa më shpejt pjesë e BE-s, më pak oligarki. Apo? Ndoshta klasës politike maqedonase ju duhen këto element dhe duhet të rrinë sa më larg Bashkimit Evropian. Kështu që, a është ky vizion? Po, është vizion. Po për mbrapsht, i cili një ditë, natyrisht që këto lloj vizionesh që nuk kanë në bazë interesin e qytetarëve, të shndrohen në problem për qytetarët. E vetme që do ngel, do t'jenë këto oligarkët të cilët qeverisin dhe pastaj dikush largohet në Budapest, dikush bën biznes në Dubai, dikush tjetër nuk e di se ku do përfundoj, por me siguri kërkush prej këtyre s'ka përfunduar në burg. Në këtë shtet me kaq shumë sfida, ku sigurisht që shqiptarët janë pjesë e këtyre sfidave, më jepni në fund të kësaj agore një mesazh, le të jetë edhe me tone urate, me që i përmendët edhe mallkimet në fjalën tuaj, me që jemi në vigjiljet festave kombëtare. Festat kombëtare uratat i dhash në fillim. Por unë mendoj që festat nuk duhet të jenë vetëm moment ku ne vallëzojmë e këndojmë. Por më shumë reflektimi. Më tepër reflektim. Apo. Kështu që unë fola ashtu siç i mendoj gjërat. I ftoj njerëzit që të reflektojnë dhe të mendojnë për të përgjithshme dhe të përbashkët. Të mendojnë për gjëra që na bashkojnë dhe jo për gjëra që na ndajnë. Apo. Shqiptarët në Maqedoni duhet të mendojnë që ne jemi keq si popull. Dhe ne bashkërisht dhe duhet fillimisht të rregullojmë të linja politike të ngatruara e të prishura që se merr vesh kush me cilin është. Apo. Dhe të ndërtojmë një politikë bërje të shëndosh, jo të bazuar në armiqësi, po të bazuar në gjëra që na lidhin bashkë, në interesa që na bëjmë bashkë. Një ndër të tilla interesa është të mbrohemi bashkërisht, të mbrojmë gjuhën tonë, të bëjmë vendin ku jetojmë pjesë të Bashkimit Evropian, bashkë me Shqipërinë, po bashkë edhe me Kosovën do një ditë. Dhe për këtë kërkush tjetër s'na bën dot, duhet bashkërisht ne me njëri tjetrin. Prandaj mesazhi i fundit do të ishte gëzuar. Gëzuar dhe reflektoni. Qoftë, e pra ma vodhe fjalën e dytë. Qoftë i përjetshëm, dita e flamurit dhe reflektim.
Unë ju falenderoj shumë për gjitha mendimet që ndatë në këtë emision. Ju uroj shumë suksese në rrugtimin, në formën se si ju keni zgjedhur ta vazhdoni rrugtimin tuaj politik. Faleminderit. Ne do ritakojmë sërish të shtunën e ardhshme në orën 20:30 në Almak Press. Natën e mirë.